Ka ardhur një pyetje shumë interesante. Thot, përse gjithë këto fe, ndërkohë që Zoti është një, që është pyetje tipike autoktone. Madejn shqiptar. Shqiptarët e kanë këtë fiksim. Pse gjithë këto fe, Zoti është një? O vëllezër, nuk ka shumë fe. Feja është një. Thjesht kanë ndruar ambasadorët, misionarët, janë ndru qeverit, pushtetet, ndërkohë që Zoti është i njëjti. Solli Ademin a.s. Çfarë feje kishte Ademi a.s? Nuhu a.s, Ibrahimi a.s, Musa a.s, Isa a.s, Muhamedi s.a.s. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Nuk kam sjell diçka që nuk e kanë sjell pejgamberët përpara meje. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim nga pejgamberët. I dum gjithë pejgamberët e Zotit. Gjithë janë njësh për ne. Thjesht pejgamberi ka shfuqizuar pejgamberin. Ka ardhur ky pejgamberi është shfuqizuar ai përpara tij. Ka ardhur ky pejgamberi është shfuqizuar ai që ka qenë përpara tij. Pra feja e Zotit është një. Pejgamberët kanë ndryshuar, ama feja është një. Pejgamberi a.s. tha, el-anbiya'u ikhwa. Pejgamberët janë vëllezër. Dinuhum wahid. Kanë ardhur të gjithë me një fe. Thjesht kanë ndryshuar ligjet në disa raste. Për ndryshe, të gjithë kanë ardhur me të njëjtin mision. Ademi a.s. i ka ftuar njerëzit në adhurimin e kujt? Allahut. Nuhu, Allahut. Ibrahimi, Allahut. Musa a.s. Allahut. Isa a.s. Allahut. Muhamedi s.a.s. Allahut. Thjesht mund të ketë ndryshuar ligji, ama pejgamberët kanë ardhur në të njëjtën linjë. Pra, t'ju jap një shembull nga kjo botë. Nëse dikush thotë do të shkojë në gjykatë dhe do t'i thoshte gjykatësit dua të gjykohem me ligjin e mbretit Zog, do ta pranoj gjykatësi apo jo? Po mirë, mbreti Zog ka qenë përpara demokracisë, edhe para Enverit. Kush ka ardhur më përpara, mbreti Zog apo ka ardhur ligji i demokracisë? Mbreti Zog, apo jo? Thot dikush kur shkon në gjykatë, unë dua që të gjykohem me ligjin e mbretit Zog. Çfarë thot gjykatësi? Çfarë thot? E mohon mbretin Zog? Nuk e mohon. Nuk e mohon, apo jo? Thot po. Amo nuk mund të gjykoj, po pse? Thot është shfuqizuar ai ligj. Ai ligj është shfuqizuar. Edhe kështu është me pejgamberët e Zotit. Çdo pejgamber nuk e ka mohuar pejgamberin tjetër. As nuk e ka tall, as nuk e ka ofenduar, por çfarë ka bër? Thjesht e ka shfuqizuar. Për këtë arsye themi ne, kush pranon Islamin, nuk e ka humbur pejgamberin e vet. Thjesht ka fituar një pejgamber të ri në listën e besimit të tij.